Thënie nga filozofi francez René Descartes. René Descartes konsiderohet si themeluesi I filozofisë dhe matematikës moderne. Citojmë disa thënie të tij. Përveç mendimeve, s'kemi asgjë tjetër në zotrimin tonë. Mendjen driturit janë të aftë të bëjnë gabime të mëdha, ashtu siç janë të aftë të kenë virtyte të mëdha. Nuk mund ta kuptosh e të përvërsosh njësoj një gjë, sikur e mëson nga dikush tjetër, sikur e zbulon vetë. Mendoj prandaj jam. Nuk mjafton vetëm truri, duhet të dish dhe ta përdorësh. Asgjë në botë nuk është ndarë aq drejtësisht sa mend, saqë çdo njeri mendon se ka mjaftueshëm. Ndonë se aftësia për të gënjur është shenjë pretësie zotësie, synimi për të gënjur është padyshim shenjë ligësie e dobësie. Arsyeja s'është asgjë pa imagjinatën. Nëse dëshiron të jesh një kërkues I denis së vërtetës, duhet që të paktën një herë në jetën tënde të dyshosh çdo gjë. Është arsyeshme që të mos u besojmë atyre që na kanë gënyer, qoftë edhe një herë të vetme. Njeriu nuk është diçka e përsosur, por që synon vazhdimisht të jetë më I mirë dhe më I madh. Nënshtro vetveten, jo botën. Ai që I sheh se si janë njerëzit dhe prap mendon se lufta është e mirë, apo që ajo vlen më shumë se paqja, është I mangët nga trutë. Nëse mendon se ekziston sepse mendon. Dyshimi është fillimi I dijes. Asgjë nuk vjen nga asgjëja. Mos e prano diçka si të vërtet, pa e kuptuar se është e tillë pa asnjë pikë dyshimi. Gjithçka që është vetëm e mundshme, është mundësisht e gabuar.